Kë duhet bëjmë përgjegjës ndoshta për këto çmimet e larta në jug të Shqipërisë? Turistët e huaj janë ata të cilët e rrisin ndoshta koston e shërbimit, apo janë emigrantët shqiptarë të cilët e rikthehen gjatë muajve të verës nga emigrimi me eurot e tyre dhe praktikisht kanë rritur standardin? Tani, unë doja mos më shoja shumë pjesës të turistëve, sepse nëse referohem turistëve të huaj, më besoni që janë turistë që vinë me targa mesatare dhe kemi pash edhe kemi edhe nga ato turistë të cilët vinë me çanta në krah dhe përdorin më pas turizmin le themi aventurier, të cilët qëndrojnë me çadra etj edhe se i pëlqen, por ndoshta mund të jetë dhe një nga arsyet dhe çmimi, të akomodimit. Po nga ana tjetër dhe migrantët shqiptarë në fakt kohët e fundit e kanë kritikuar çmimet në jug dhe unë mendoj që së pari duhet autoriteti i konkurrencës të hetojë për këto çmime në jug, pasi ne themi që turizmi po sjell një rritje ekonomike, por nuk dhe po marketojnë pafund turizmin. Por në momentin që kemi çmime abuzive, shpesh edhe në restorante, pjata pra nuk ofron ndoshta edhe cilësinë, por nga ana tjetër dhe porcionet kanë ndryshuar dhe janë shumë herë më të vogla. Çmimet e larta duhet të shkojnë përshtat me rritjen e cilësisë, pra duhet të krijojnë një cilësi, jo çmimet e larta të krijojnë madje edhe mungesë cilësie edhe në shërbim.